Në mamën atë emision e famshëm, Macron. Po pra pikërisht. Me një foto. Sa ke mallkuar ti Macronin? Juste que si tu vas bien. Oui. Sa ke mallkuar lart Macronin? Ç'të bëj shkreti po. Më pëlqen që edhe Macroni vjen tek unë, nëse më lejohet megalomania. Tek drejta shqiptare. Se donjëherë duhet të kesh megalomani në këto vende tona të vogla për të ecur përpara. Modestia nuk është se na çoj shumë. E vërtetë. Lart. Maj është muaj i çuditshëm shumë, muaj maj. Domethënë 9 maj 45-ën kapitullon Gjermania naziste, pastaj diku në 14 maj të 1955-s vjen traktati i Varshavës dhe hegemonia e Bashkimit Sovjetik. Dhe në maj të 2025-s është çudi, domethënë me këto data 45, 55, 2025. Ju mund të thoni që ka filluar lajrti merret me numerologjin, po mirë është të merreni dhe ju se po s'patëm shifrat nuk na dalin llogarit. Po gjithsesi. Organizohet ky samit i famshëm, 47 vende udhëheqës, lider jo, po udhëheqës, nga gjithë vendet e Europës janë këtu në Shqipëri. Mendoj që ne si popull kështu i vogël, atë goshtën që ngulin Astradinin në hambar, duhet ta rishohim, sepse kjo është një ngjarje e jashtëzakonshme për Shqipërinë, nuk ka ndodhur ndonjëherë. 47. Mua më pëlqeu edhe simboli i samitit. Besoj se mund të ndodhë, më lidhen kaq lider. Faleminderit. Do të thënë faleminderit. Do të quhet reklam gratis. Një drek e menaxhuan atë. Jo, vërtet, do të thënë një drek e madhe ishte. Edhe simboli më pëlqeu. Ju do thoni shtylli evropian, mua më kujtoi yllin e Internacionale Socialiste. Edhe kam përshtypjen që vetë kryeministri ka luajtur me këtë. Ylli partizan. Patjetër, po sigurisht, po mos ishin partizanë tani. Nuk janë shtyllur partizanët tani, se ylli është. Po se na kujton simbol shumë i vjetër. Dua të kujtoj që Tolstoi në 865-ën është sërish një vit që mbaron me 5. Boton Lufta dhe Paqja. Filloi ta shkruante një javë pasi u martua. E botoi më vonë. Këto për t'i kthyer përgjigje mesazheve, mos shqetësoni zherin e madh. Kur do martohet lajrti, si do martohet. Lufta dhe Paqja, Tolstoi e botoi 1865-ën. Dhe aty shumë bukur përshkruan përvojat e tij si ushtar në luftën e Krimes dhe flet për luftrat napoleonike, pushtimin e Rusisë nga Franca. Po. E të gjitha këto, gjas më thuash lajrt merresh me histori, po me ç'të merrem? Jo, më shumë mirë. Me ç'të merrem tjetër? Më mirë me histori se me historia. Ajo me histori se me historia. Shkretet, po. Të gjitha këto na tregojnë që nuk e di, duhet ketë një plan Europa për ne.